Kanë ardhur këtu për të luajtur një ndeshje futbolli. Të dy ekipet janë në terren, e me këtë pothuajse janë përmbushur të gjitha kushtet për të zhvilluar takimi Mushtishtit Vendas dhe Dygagjinit Mysafir. Por mungon diçka e pazakonshme që nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë. Dikush e ka prerë shtyllën me sharr. Kryetari i klubit të Mushtishtit, Agim Halitjaha, po pretendon se e din kush po i pamundson zhvillimin e ndeshjes në stadiumin e Ballkanit të Suarekës. Madje po thotë se e din edhe arsyen. Arsyeja është që ne kemi luajtur në barazh me klubin e Ballkanit. Po është luajt futbolli, ka fituar më i miri. Ne nuk kemi kundërshtar ty asnjëherë, as kemi qenë as do të jem asnjëherë. Ekipit të Mushtishtit, komuna e Suarekës ja kishte lejuar të zhvillonte ndeshjet në stadiumin e këtij qyteti, për shkak se fusha e tyre nuk i plotson kriteret e Federatës së Futbollit të Kosovës. E pas kësaj që u ndodhi, ata i drejtuan një kërkesë qeverisë në Prishtinë. Desta me boni një lutje të ministri i sportit Memlik Asliqi, të mbas një lutje me në animu për stadiumin Mushtish diçka me bërë atje, se në këtu veç përshijet që më nuk ka rand të lojës, e sporti Kosovës përshijet këtu që të shku. E nuk ishin vetëm ekipet që u dëshpëruan për mos zhvillimin e takimit. Të zgënjur u kthyen në fshat edhe tifozët që kishin ardhur në Suarek për të përkrahur klubin e tyre. Në ato terrene ku shtyllat nuk u prekën, u zhvilluan ndeshjet në kuadër të Xhiros së tretë Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll. Derbin e